E kam edhe telefonatën e parë për sante, për unë do ta marrë telefonusin e parë. Alo, përshëndetje, mi mra ma mirë se na erdhe Isak. Valla morë pas kam të shku. Valla, po, normal. O si je, Isak? Mirë, rahat. A je mirë, a je ludha si ka luve? Allohe, mirë, nuk o keq. A, në shqyqër. Mirë, për zote, mirë. Që shka luva? Mirë, qështu si gjithë, pa ndryshime. Urime festa. Faleminderit gjithashtu edhe për juve rime festa flamurit. Faleminderit. Isak, po qa kotri janë? Allohe kur gjo, me dvjetra. Krejt me dvjetra? Krejt vallohe që ashtë lungë, morres, që shka ku gjithë. Jo, bre. Allohe pu, se zdojnë me bu ma mirë ata atje. Ja, bohët ma mirë, inshallah veç është nejta, se ta na bohën ka dal. U ata në shajër të malë, s'pa dojnë me, po me bu na ma mirë. Po thua? U, Ja, s'ko qore pa bo mirë, Isak. Mësë bo fësët nejtra, dikur, mas nejtër, mas një viti, mas 2 vjetëve, qore s'ko pa bo mirë. po, edhe pa gjyshi kish pas në bobe, se ashtu e boba mu, tash në ndjem dhe të meja, që shtu. Po më renë shkën kjo, pas brezi. Po, me mëd. Po i qa me bon, kështu është jeta, me i mëtë shko dyjaja. Ja, po. Qa me bon? Zak sante, nuk u marë sante tem heqë, kështu që mujna veç me bisedu qëfar të duar. A i ndikun në radio pra unë? Jo. Ja, kum priti mas ma heni. Edhe nuk hene, ma? I kini po s'punë të ju, ja s'paran kur gjo. Ju për zotën e vërtet është se i na dalë, pram që shto ka pak dollëm edhe kështu që nuk mujta me hi. Ja, kësira hasha, ku me di ka kanë shku. Ja, nuk i na kanë kësaj dhe ka shpija, nuk i më kanë kanë edhe kështu që dhe mejta sujta ma me hi. A i kesh të najtë edhe sonë të mës me heq, vështë ta shajt ma mirë pak se heq. Që s'kryjen. Allo, jo, po ka njëherë qëre, Isak duhet njëri edhe me lanë dhe qka keqe edhe pak mja kushtu diso gjana edhe familjes edhe vejti, si do mos në fund t'javës, kur po bohëm të më bashkë, se vëllaj, krejt javën pike 5 në për puna, në për edhe që të në fund t'javës të njëri po blokuet, gjithë ditën s'pe janë kësaj, në mramje që ashtu po duhet me hi që tu, ka njëherë po duhet njëri edhe me marku për zotën edhe me najtë me familjarje, po vjet dikush, jo me shku në herë dikon. Qa me ba? Normal. Jo, pra unë më kysh me një ratë tjetër. A, një mirë shumë. Veç më kanë duhet një befasi, është kjo Radio Klina, kjo Viktor Pranaj. Nuk e di, për zotën nuk i përsilu në asë një radio, si të mos prej që jam këtu në radio teme, nuk i përsilu, nuk e di. Okej, e ishme me një farë paneli që pizduin atash. E po më pyt një unë, thamë falë, thaj, ko e ti e. I tregova drejt. Edhe një që e i duka gjinit ati dikon. Edhe një që po më pyt për një fshator të amin. Pa më si ka ke i balin se sa, du më dveta për një njëri, tha vishë. Nëse më kalëzën shka dveti, tha nëse më kalëzën drejt e dita që i e burri mirë. Pa, u duf me jam shel gëjnë me 2 fjallë, me tha mas pari jena në radio këtu, edhe jetën privatet kërkuju, nuk kam nevoj me që palus, edhe i kësha thonë natën e mirë, edhe kash për përdan. Ja, ndërumë se, më pyti me për një njëri që ka bun shumë për këtë vend. Po pa marë parasysh në ashta dikush prejket, dikush familjarta, diqka, njëri jetën private, e si do masë në për mediume nuk është mirë kur nuk o njëri prezent apo një familjarit. Ju, i ndjeri në kun jetë heq. Po, kish kalu një kodë gjotë me tonë, ditë më të shtirat për e usë luftës. E merë mirë, që me të vërtet, ka qenë për me livdu. E tani për më thësa me të vërtet sa ka kënjeri, sa që nuk me ahon kënjeri të hokin. E ndëru me mujt, mes me ahon hokin kërkuj. Me mujt më buna reola.
për shumë sene më duket që kishim ves për pora. Por e ola jem pak. Në të në aspektet. Po më të gjën. Po shumë bukur. E me mujtë më bërë e ola, e mësë më bërë janë një, ta kishën punë pak ma mija ma mërmenja. Shumë e vërtet është, po pesa se shumë pak ka njerëz real, ma shumë të thashë në këtë kohë nëse u ditë ka falca. Ta bojnë rafsh parasysh edhe ta bojnë lagemin mas shpinës sa ko qitë mujnë. Po, qa me ba? Atë në që thoti që ke tema, besimit të një unit jetë, atë ka të rafton në kush. Po. Pasha zhutën na, që të është në bu kalablak për me rrejt një unit jetërin. E me të rafton një unit jetërin në bu kalablak, e me mujtë më bërë ola. Një në hogën gjithë kuj. E më morë me punë, vish me punë të unë a ju me të ujat, ma mërmena që kishëm ves për bora. Jo, aja është shumë e vend, po nuk e di, na shqiptarët dy sene i kena që na nëse nuk merëm me senet halkit, edhe nuk jena të knasht me ata që kena tonën kur, po gjithë kem qefë në senet halkit me lakmu, kur për para s'kena kena me mejtë që ta shqiptarët e gjithit. Nuk e di me lullë, unë e punë të minjas, pa mojë mikry më kanë bo më rrez. E më morë tash edhe me toat. E poj... Qëre, Isak, që ata që i kanë punë të vejta lugë, gjithmonë merën me senet huja, se ty ba ata që i kanë senet të rezi, nuk merën me senet huja, tas të mija, tas të kërkujna. I ka senet të vejta në regull, jetën e vetë, në regullë nuk i interesën ati kush është i sake, as lulli, as tjetëre. Po unë për i vetë vetit pa njësa, pse unë e më morë me punë të lullës apo dikuj tjetër. Neve që ty në munduhen ma tepër. Po për zotën. Se disa e pëzdjet pje ma se të në pëzdjet ma të mirë se tjetërën. Edhe e vjetë tani me të batu. Jo, vërtet është, vërtet, se na në veçore pa ko edhe që hinë në për radio, apo dikon edhe e fullin realitetin, në mos kujtate, se i vetëmi ti, nuk po thamë nashta veç ti, veç ti je që i kalzën realitetin, edhe e full ata që ka një në zemër tane, se shumë ko që nuk po fulli heq ma mirë, se ty bën sërë të fulli sharrajtën, kështu ma mirë filo kërejtë. Po ju vëllohet se edhe ti, jo që po të më nërsy, po që pa dhuti me satelit vjetër. Bërë në unë veç drejt. Pasha zote po, valla me di që shpirtin ma merë se nuk raj me koj dertin. Veç ato që të kumpoja, të kum një me vesh mi edhe kam qef veç drejt, pa drejtësit nuk i duheq. Pa më pasysh që a kam atë person, unë pa drejtë nuk me je boj heq. Absolut. Ju për zoten. Ka njëherë është gabim se nuk dojtë njëri në ashta gjithmur me ka një drejt. Po, në është ma mirë me hik në ashta vetë, që thë që kanë thokë të njëherë du me hikë si qeni, se pasha zutën edhe mja shtri dhe uren gjithë ku ju. Veç ashtu ka me kohë drejt, edhe ranat edhe pa drejtësit, absolut nuk kam qef mi dëru. Edhe veç mës ma dho zutë, histe ftyrën që ati që ranë, ja ba senet, qka sash nevoja, pa ja marë nërsi tonë vesela. Absolut dertë sa kam. Lule, edhe ti ki dhe vjetë, edhe unë po unë kum një për generota gjithra, me rrejt, këtë njeri kanë thonë që metin. Po. Me pështu dikun një jetë. A një diska edhe me rrejt të nuk o gjëna. Për që të rësën, shka të rrejt, arsyje s'ki. Po gjithmonë ka thonë, kër është në pytje i jeta, ajo diçka tjetër, ama me rrejt njeri për pikë qefit e sak, nuk e di. Nuk e di dikush ushqiet me tu. Knoqen. I marrujnë që veti. Pu. E vërtet është. Lule nuk e zoti. Faleminderit. Do të mëlshohen edhe tjerëve. E kështu që ju përshëndes, e respekt e shëndet për ju, e familjen e juj, edhe në gjithë dëgjues e telefonus. Faleminderit shumë Isak gjithashtu edhe për juve, ju uroj gjithë mirat, natën e mirë, respekt pa fund nga ona jonë, tong.
Ashtu edhe për ju e nderume. Faleminderit, ciao. Pra të nderuar dëgjues, ishte edhe Isak Kastrati, ku e falenderojna. Po vëlla lejtë. Ku të kap zëri do të më rajt. Ja, qëre o problemi po na tham se ku të rrug zëri dohet më rajt, po do të më rajt pak që thujnë kështu mi mestit si mirë, jo veç me qka të vjen guj një ranë. I ndali tinguj të kësaj këngë për të pranu edhe telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje, mi mrama mirë se na erdhe vlaçko. Kusët dhe dëgjuesit tonë. Vlaçko, shka bonë si kalove sa da vlodhe? Jo, mirë. Për dëshmëri që është zakonshme. Mirë shumë, qa ko të reja ne i pej aty në Alpëve të Tirullit? Veç fta është minus gradë për rrë në ditën e natën. Në ka rrëtë që me hasit është fta është një shka tjetër ju. Ka pak burë, kopë ju, fort këtë poshtë qytet ju, u shkrin veç në përbjesh, po. Qa ja me rëndësi, në Alpët do të veç burë me pas ftaftë, qa me bon? Normal, këto është të mirësor në gora. Edhe vaktin e ka, që s'na kona neve ftaftit të t'lagtit të oklat, pasha zotën nuk shqyqyr që s'na vetë. Se na midis dim ne këshëm bon 25 grada, 30 grada, shëm dali, shëm rëzit, e kur t'i shko vejra në gosht, që po bonët 40 grad, e këshëm këthy e këshëm bon minus më vladit. Po normal që na, që ashtu na kemë qef më kona qik krejt botës, po që bëj botash. Në publi shqiptari jem pak si të veçantë, edhe për që ta në burëm me këto farë gjonat e kështu të veçanta që kanë. Ja, po, na jena të veçantë për me rajt, më mirë me sanet halkët na jem të partë. Pa ato kem hëbi edhe qërë, tash aja na u ka bon kështu tash i gjimni në gjak edhe që tha i sohit tash na pjallon mamanet kështu tash i gjimni brez pas brez dhe që ashtu na kanë rrejt gjysh e stër gjysh, na për rrejmë fëmija të në për rrejmë të një do të amanet edhe një po mjallon stër një po. Po vesh këtë nëherë kanë rrejt bre pak ma tauz dhe tash përqisin shumë kërëk. Po që basisht tash pe situatë dhe që të njerim kom pak ma mjeshtre, i kanë bon pak ma me shije, e tash s'po kanë këz dhe ju ndollë që të rrjetet sociale, e kënej tu habit të këshyën TikTok, kanë Facebook, nuk pe din soj ka qitë kryp, e pe qetë pa mos. I bojnë presal, ha? Normal se atëherë ju kom nga li unë që kam kërë që të mbollë të gjakët, ja, në ja të ku kanë gatu gratë, edhe kanë pos nga për nga të nëzete a gjoki, e ka ditë saksisht me mos so me qitë rrënë skryp. Na ka qeli sa u kënë një të mirë. Po normal, po, që të i bajsh. Vlaçko sonte nuk ka marrë temë, është bisede lirë, pse jetë bashkë bisedojmë, çfarë të duash, çfarë ki na thuash. Normal. Shfryzoj rostin në gjithë shqiptare anën bonë globit, t'ja uroj fesin në 28 nëntorit. Dhe pse sot është 29, po djeu ku 28, nuk qonë goli, nuk prish punë. Pra 28 nëntorin orime dita pavarësisë së Shqipërisë, dita e flamurit, ditëlindja komandantët legjendarat e mjashtarit, dhe dalja e ushtrisë ligjëtare të Kosovës në skenë, dalja publike. E u që këtë prabë me këtë datë, janë 3 festat mëdha të kombit tonë, dhe është zoti që mokor mos të ketë as luftë, as mos të ketë gjakderdhje e tjera të festojnë poshë me gëzime dhe harmoni. Amin inshallah, të lumt goja. Faleminderit. Vlaçko,
A dhe në nuna i kongën e qka heqa? Por mase kem halo fest, se ai një dëgjus atë, nuk më kujtohet tash në tha dhe sot e kem fest edhe ne komentova thash po 30 fest e kem edhe sonte mujna me festu edhe du me kënu një kongën e besoj që i pëlqen dëgjusve. Pa tjetër, mikrofoni për ju, kur ti ishi gaqën Vllashko mund të fillash. Faleminderit. Greshtat e Kosovës kanë marrë ngjyrë të kuqe. Krushit e Danedanit janë nisë me marrënuse. Po u prind për para Shqipja kastriotit. O lull bozhure qelin ne për flahet barotit. Oj, Kosove bukuro, do ta sjellim dritën. Pushka jone skuqur, gjalla zeme Galicën. Toka jone djegur, po lahet me gjak. O, ty të falim jetën, po na duket e pake. O, në faqet historisë shkruar me gjak shqimitari, krah të Shqipjonje shkruar me ngjyrari. Emni u që kësë në beteja, po na prine për e para me fitore të reja. O, na u ban kala kullat me bedena, Pram Kosovë porrite no Hamza dhe Adema. Amaneti tyre ta fitojmë lirin. Po me pushmbrojmë Kosovën, e nderojmë Shqipërinë. Amaneti tyre ta fitojmë lirin. O, me pushmbrojmë Kosovën, e nderojmë Shqipërinë. Faleminderit. O, faleminderit Vllashko, kënaqsh gjithmonë, Zoti trujt, faleminderit shumë respekt pa fund. Të lumt. Menderit qofshit e natën e mirë e dëgjojmë hera tjera. Hajde Vllashko, natën e mirë, gjithë mirat respekt, ton kale bukur. Ton. E kishëm pra edhe administratorin e Radio Zërit e Lirë, Rahim Gashin, ku e falenderoj. Ishte në telefonat, po edhe me këtë këngë të bukur, respekt Vllashko, pra numër është e hapur, mund të telefon.